Gazetari Artan Hoxha gjatë një interviste televizive foli për çështjen e Ervis Martinaj pasi babai i tij u paraqit në SPAK. Me sa duket, koha e pritjes për familjen Martinaj ka mbaruar, edhe ato premtime që u bën zyrtare që do ta zgjidhnin 100 ditët e para, 100 ditët e dyta. Pra, kjo ka kaluar. Janë ngjarje që kanë ndodhur në gusht të vitit 2022. Veprimet janë thuajse në fazën 0 sepse nuk ka veprime konkrete. Një hetim nuk mund të vazhdoj pa afat. Për më tepër, që është një ngjarje shumë e rëndësishme dhe duhet t'i japësh një përgjigje familjarëve. Është një ngjarje që nuk mund të kalohet në këtë mënyrë, se si duan ta kalojnë. Familja ka indicie, por shikon që nuk ka reagim. Nuk mund të vazhdohet që prokuroria e Kurbinit heton për rëmbim dhe vrasje, zhdukje kufome dhe SPAK e ka në kërkim. SPAK ka kaluar tek sekuestrimi. Kryeministri jon nuk është person që flet me emra të botës së krimit, nuk e ka në stilin e vet që t'i përmend. Por rasti Ervis Martinaj është rast unikal, ka folur edhe një herë për Çipaj, ka lëvizur me mjete të binduara kush i ka paguar ato 3 fugona. Pra Ervis Martinaj ishte kthyer në kërcënim serioz, tha ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.